100 lehi në gjuhën shqipe dhe në gjuhë huaj i ka quajtur Edi Rama sot gjithë ata që ngren shqetësimin për pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit dhe rritjen e pajustifikueshme të çmimit të apartamenteve, sidomos në një qytet si Tirana. Mirë, kush janë këta 100 lehi? Po ju jap disa shembuj. Ka organizata ndërkombëtare si për shembull Global Initiative Against Transnational Organized Crime, cilët vite më parë kanë ngritur shqetësim dhe kanë hartuar një raport të tërë ku tregojnë se sa shumë parat pista pastrohen në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Por nuk janë vetëm këta, qenë të thonë za. Është edhe Spaku që në raportin e fundit që ka çuar në Kuvendin e Shqipërisë ngret njëjtin shqetësim dhe po thotë që krimi organizuar i ka sofistikuar mënyrat e pastrimit parave, sidomos në sektorin e ndërtimit. Ka emisione investigative si për shembull të Rai Treshit përpara pak javës, edhe ata janë qenë për Edi Ramën, sigurisht spektri politik shqiptar, spikat Lëvizja Bashk si parti e cila i kundërvihet oligarkisë ndërtimit dhe pastrimit parave të pista në sektorin e ndërtimit. Tani le të flasim një çik me shifra se sa e përballueshme është blerja e një apartamenti në Tiranë. Nëse i referoheni analizave studimore, do të vini re që çmimi mesatar për metër katror në Tiranë është nga 1.800 deri në 2.000 euro metri katror. 1.800 deri 2.000 euro metri katror, kush drejti mund ta përballojë blerjen e shtëpisë në Tiranë? Punëtorët jo, klasa e mesme jo, bizneset e vogla jo. Kush mund ta përballojë? Tirana e sotme është vendi, një nga qytetet më të shtrenjta në Evropë nëse ne masim fuqinë blerëse mesatare, të ardhurat mesatare nga rroga dhe çmimin mesatar të apartamenteve. Dhe me që jemi te paga mesatare, edhe krahasuar me vendet e rajonit, përveç Kosovës, Shqipëria ka pagën mesatare bruto më të ulët, 28 deri 50% më të ulët se sa vendet tjera të rajonit si Mali, Maqedonia, Bosnia Hercegovina apo Serbia. Pra në këtë Shqipëri kaq të varfër, në këtë Tiranë me një pabarazi kaq ekstreme ekonomike, kush dreqin dhe si dreqin i gjen parat për të blerë apartamente? Çmimi mesatar i cilëve për metër katror, po e theksoj edhe një herë, është 1.800 deri 2.000 euro. Përgjigjja është e thjeshtë, janë ata të cilët përfitojnë nga kjo ekonomi kriminale në radhë të parë, politikanët e korruptuar, antarët e organizatave kriminale dhe gjithkusht tjetër që është në enturazhin, në tarafet e tyre, ndërkohë që për shumicën dërmuese të qytetarëve, shtëpia sot është një luks i papërballueshëm.